Në dhjetor të vitit 1924, kur forcat e armatosura hynë në Tiranë, ata gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte. Në zyrën e braktisur të Ministrisë së Financave, mbi një tavolinë të thjeshtë prej druri, ndodheshin dokumente të vulosura me vulën e kuqe shtetërore, planet e detajuara për shpronësimin e çifligjeve, listat me emrat e bejlerëve që do të humbisnin tokat dhe hartën e re kadastrale ku 10 mijëra hektar do të ndaheshin fshatarëve pa tokë. Këto dokumente ishin aq sekrete sa edhe vetë anëtarët e kabinetit nuk i kishin parë të plotë. Por menjëherë pas natës së 24 dhjetorit, këto prova zhduken pa gjurmë. Kush i mori? Dhe më e rëndësishmja, çfarë fshinin saktësisht këto letra që ja vlente t'i digjnin para se t'i lexonte bota? Kjo nuk ishte thjesht një luftë për pushtet. Ishte një transakcion biznesi i paguar me gjak. Në njërin anë qëndronin feudalët më të pasur të vendit, njerëz që zotëronin më shumë tokë se sa mund të shihnin sytë e tyre. Në anën tjetër, një qeveri e re që guxoi të bënte atë që asnjë tjetër nuk kishte bërë kurrë, të premtonte se do t'ua merrte tokat e mëdha bejlerëve dhe do t'ua jepte fshatarëve që i punonin ato prej brezash. Dhe në mes, një ushtri mercenare e paguar me monedha ari, e përbërë nga të huaj që nuk dinin as emrat e fshatrave që po i shkatëronin. Sot, për herë të parë, njerëzit që ishin atje, ata që pan dokumentet para se të digjeshin, ata që numëruan monedhat e arta që u dhan mercenarëve rus, ata që dëgjuan bisedimet sekrete mes bejlerëve dhe oficerëve të huaj, flasin hapur. Çfarë i detyroi këta njerëz të zgjedhin mes besnikërisë ndaj atyre që i paguanin dhe ndërgjegjes ndaj popullit të tyre? Dhe pse, pothuajse një shekull më vonë, e vërteta e plot ende fshihet pas dokumenteve të klasifikuara dhe kujtimeve të censuruara? Në qershor të vitit 1924, diçka e papritur ndodhi në Shqipëri. Një qeveri ra pa asnjë plumë të shtënë. Ahmet Zogu, njeriu që kishte mbajtur pushtetin me dorë të hekur, u detyrua të aratiset në mes të natës, duke kaluar kufirin drejt Jugosllavisë me vetëm disa oficerë besnik dhe një çantë plot dokumente sekrete. Rrugët e Tiranës u mbushën me njerëz që kërkonin ndryshim. Ata donin tokë. Donin drejtësi. Donin fund të sistemit ku 100 familje zotëronin gjithçka dhe 1 milion fshatar nuk zotëronin asgjë. Fan Noli, prifti që u bë kryeministër, hyri në zyrën qeveritare me një program që tronditën themelet e shoqërisë shqiptare. 20 pika. Reforma agrare ishte pika e parë, e shkruar me shkronja të mëdha. Çifligjet, ato prona të mëdha sa fshatra të tërë, do të shpronësoheshin. Toka do t'u ndahej atyre që e punonin me duart e tyre. Ishte një premtim që bëri që zemrat e fshatarëve të rriheshin më shpejt, por që gjithashtu bëri që duart e bejlerëve të dridheshin nga frika. Por Noli nuk ishte njeri ushtarak. Ai ishte idealist, shkrimtar, muzikant, klerik. Ai besonte se fjalët dhe ligjet ishin më të forta se pushkët. Ai besonte se lidhja e kombeve do ta mbronte Shqipërinë nga armiqtë e saj. Ai nuk e kuptoi se armiqtë e tij më të mëdhenj nuk ishin jashtë kufive, por brenda tyre, në pallatet e mëdha të Tiranës, Durrësit dhe Shkodrës, ku bejlerët po numëronin arin e tyre dhe po planifikonin hakmarrjen. Ndërkohë, në Beograd, Ahmet Zogu po ulej në tavolina me njerëzit e gabuar. Kryeministri Jugoslav, Nikola Pashiq, ishte një lojtar i vjetër i politikës ballkanike. Ai e dinte se çdo krizë ishte një mundësi. Dhe Zogu i ofroi atë që Pashiq e dëshironte më shumë se gjithçka, tokë shqiptare. Shën Naumi, një zonë strategjike pranë liçenit të Ohrit. Vermoshi, një fshat malor në veri. Në këmbim, Jugoslavia do t'i jepte Zogut atë që ai kishte humbur, një ushtri. Por jo çdo ushtri. Kjo do të ishte një forcë që Evropa nuk duhej ta shite. Prandaj, ushtarët jugoslav u veshën me rroba shqiptare, tirqe, qeleshe, këmishë kombëtare mbi uniformat e tyre ushtarake. Ishte një teatër absurd. Burra që nuk flisnin asnjë fjalë shqip, duke marshuar nën flamurin shqiptar, duke pretenduar se ishin vullnetar që po mbronin legalitetin. Por askush nuk u gënjeu. Fshatarët që i pan këta shqiptarë me fytyra slave dhe me artileri të rënd jugoslave e dinin saktësisht se kush ishin. Dhe pastaj erdhën rusët. Jo rusët e kuq, por rusët e bardhë, mbetjet e ushtrisë së generalit Vrangel, që kishin humbur luftën civile dhe tani jetonin në kampe refugjatësh në Jugoslavi. Këta njerëz ishin veteran të luftës së parë botërore. Kishin luftuar në Galici, në Krime, në stepat e Ukrainës. Kishin parë vdekje në shkallë industriale.
Për ta, Shqipëria ishte thjesht një punë tjetër. Dhe paga ishte e mirë, monedha ari, të paguara nga bejlerët shqiptarë që kishin më shumë para se sa mund të shpenzonin në një jetë. Kolonel Ilja Miklaszewski mori komandën e detashmentit të artillerisë. Ai ishte një oficer profesionist, i ftohtë, i përllogaritur. Për të, shqiptarët që do të vrisnin nuk ishin njerëz me familje dhe ëndra, ishin thjesht objektiva ushtarake. Ai e dinte se fshatarët që do të përballeshin me mitralozët e tij madzim nuk kishin asnjë shans. Dhe nuk e interesonte. Ai po bënte punën e tij. Dhe po paguhej mirë për të. A e dinin fshatarët shqiptarë se kush po vinte? A e dinin se ata që po mbronin qeverinë e Nolit me pushkë të vjetra me gjalm do të përballeshin me taktikën më vdekjeprurse të luftës së parë botërore, zjarrin e kryqëzuar të mitralozëve të rëndë? Dhe a e dinin bejlerët që po paguanin këta mercenarë se po shkruanin fatin e tyre me gjakun e popullit të tyre? Shefqet Vërlaci ishte njeriu më i pasur në Shqipëri. Kjo nuk ishte thjesht një titull. Ishte një fakt i matshëm. Ai zotëronte 10 mijëra hektar tokë në Shqipërinë e mesme, fusha Gruri, Vreshta, Kullota, Pyje. Fshatarët që jetonin në tokat e tij nuk ishin qiramarrës në kuptimin modern. Ata ishin diçka më afër skleverëve feudal. Ata punonin tokën e Vërlacit, jetonin në shtëpitë e Vërlacit dhe në fund të sezonit Vërlaci merrte shumicën e prodhimit. Nëse ata guxonin të ankohen, ekzistonin mënyra për t'i heshtur. Kur qeveria e Nolit shpalli reformën agrare, Vërlaci e kuptoi menjëherë se çfarë do të thoshte kjo. Nuk ishte thjesht humbja e tokës. Ishte fundi i një sistemi që e kishte bërë atë dhe familjen e tij të pasur për breza. Ishte fundi i pushtetit absolut mbi mijëra njerëz. Dhe Vërlaci nuk ishte lloji i njeriut që pranonte humbjen pa luftuar. Ai thirri një mbledhje sekrete në shtëpinë e tij në Tiranë. Erdhën të gjithë bejlerët e mëdhenj nga Durrësi, Shkodra, Elbasani, Berati. Njerëz që zakonisht ishin rival, por që tani kishin një armik të përbashkët. Ata sollën me vete diçka që qeveria e Nolit nuk e kishte, para. Ari. Monedha të huaja. Letra me vlerë. Dhe një plan. Plani ishte i thjeshtë por i shtrenjtë. Zogu, që ishte arratisur në Jugosllavi, do të kthehej me një ushtri. Por jo një ushtri shqiptare, ata nuk kishin kohë të rekrutonin dhe trajnonin trupa. Do të ishte një ushtri e huaj, e maskuar si vullnetar shqiptar. Jugoslavia do të jepte trupat dhe armët. Rusët e bardhë do të jepnin ekspertizën ushtarake. Dhe bejlerët do të paguanin për gjithçka. Sa kushtoi kjo operacion? Dokumentet e plota nuk ekzistojnë më, ose janë fshehur aq thellë sa askush nuk i ka gjetur ende. Por dëshmitarët që ishin pranë Vërlacit flasin për çanta plot monedha ari që u transportuan natën nga Tirana në Beograd. Flasin për takime në hotele luksoze ku oficerët rusë negociuan pagat e tyre. Flasin për kontrata të nënshkruara në gjuhë të ndryshme, serbisht, rusisht, frëngjisht, por kur shqiv. Ironia ishte e dhimbshme. Këta ishin njerëzit që flisnin gjithmonë për atë dhe dashurinë. Që mbaheshin me flamurin kombëtar. Që kërkonin respekt si prijes të kombit. Por kur erdhi momenti që pasuria e tyre u kërcënua, ata nuk nguruan të paguanin të huajt për të vrarë shqiptarët. Për ta, populli nuk ishte komb, ishte fuqi punëtore. Dhe fuqia punëtore duhej mbajtur nën kontroll me çdo kusht. Ndërkohë, në Tiranë, Luiq Gurakuqi po punonte në zyrën e tij të vogël në Ministrinë e Financave. Ai ishte truri pas reformës agrare. Intelektuali që po kthente ëndrat e Nolit në plane konkrete. Ai po hartonte listat, cilat çiftligje do të shpronsoheshin së pari, si do të kompensoheshin pronarët me obligacione shtetërore, si do të ndajë toka fshatarëve, si do të krijohej një bankë kombëtare që do të financonte bujqësinë e vogël. Gurakuqi e dinte se çdo fjalë që shkruante në ato dokumente ishte një kërcënim për njerëzit më të fuqishëm të vendit. Ai e dinte se po bëhej një shënjestër. Por ai besonte se ligji ishte më i fortë se plumba. Ai besonte se nëse reforma kalonte në kuvend, askush nuk do të guxonte ta prekte. Ai nuk e dinte se bejlerët nuk po planifikonin ta vrisnin në Shqipëri. Ata po planifikonin diçka më të sofistikuar, ta vrisnin në ekzil, ku askush nuk do të pyeste shumë pyetje. Pallto e tij e vjetër, me xhepat e grisur, varej në varsen pas derës së zyrës. Brenda xhepave, asnjë monedhe ari.
Vetëm disa letra personale dhe një libër i vjetër poezish. Ky ishte njeriu që po kërcënonte pasurinë e shefqet Vërlacit, një njeri që nuk kishte as për të riparuar xhepat e palltosë së tij. A e dinin bejlerët se sa i varfër ishte Gurakuqi? Sigurisht që po. Dhe pikërisht kjo i tmerronte. Sepse një njeri që nuk kishte asgjë për të humbur ishte më i rrezikshëm se një ushtri. Një njeri që nuk mund të blihej me para ishte një kërcënim ekzistencial për një sistem të ndërtuar mbi korrupsion. Prandaj, Gurakuqi duhej eliminuar. Jo vetëm politikisht, fizikisht. Por para se ta vrisnin, ata duhej të rrëzonin qeverinë që ai shërbente. Dhe për këtë, ata kishin nevojë për mercenarët. Rusët që po prisnin në kampet e Vojvodinës. Jugoslavët që po mblidhnin artilerinë e rënd në kufirin verior. Dhe Zogun që po nënshkronte marrëveshje sekrete ku premtonte copë të Shqipërisë në këmbim të trupave të huaja. A ishte kjo tradhti? Apo ishte thjesht biznes? Për bejlerët nuk kishte dallim. Toka ishte para. Parat ishin pushtet. Dhe pushteti ishte gjithçka. Nëse duhej të sakrifikonin disa fshatra, disa qytete, disa mira jetë, ishte çmimi i të bërit biznes. Deri në minutën e fundit, unë besoja se do të shpëtonim, thot Sejt Kadriu, ish oficer i gardës personale të Luiq Gurakuqit, dhe duart ende i dridhen pas gati një shekulli. Ai ulet në një karrige të vjetër druri në shtëpinë e tij në periferi të Tiranës, dhe syt i shkojnë diku larg, në një kohë që askush tjetër nuk e kujton më. Atë mbrëmje, në fillim të dhjetorit të vitit 1924, ministri më thiri në zyrë. Ishte vonë. Rrugët ishin bosh. Kur hyra, ai po digjte letra. Jo dokumente zyrtare, ato i kishte fshehur tashmë. Po digjte letra personale. Letra nga familja. Fotografi. Gjëra që një njeri i rregull do t'i mbante për gjithë jetën. Sejt ndalon, merr frym thellë dhe vazhdon me një zë që mezi dëgjohet. Ai më tha, Sejt, nëse ndodh diçka, mos u përpiq të më shpëtosh. Shpëto dokumentet. Ato janë më të rëndësishme se jeta ime. Unë nuk e kuptova atëherë. Si mund të ishin disa letra më të rëndësishme se jeta e një njeriu? Por sot e kuptoj. Ato dokumente ishin e vetmja provë se reforma agrare nuk ishte një ëndër, ishte një plan konkret i detajuar gati për t'u zbatuar. Dhe pikërisht prandaj duhej të zhdukte. Çfarë dinte ky njeri që ne nuk e dim? Çfarë pa ai në ato ditë të fundit të qeverisë së Nolit që e bëri të kuptonte se fundi ishte i pashmangshëm? Sejt Kadriu nuk është i vetmi. Sot, për herë të parë, 8 ish antar të administratës së Nolit, njerëz që kanë heshtur për dekada nga frika, nga turpi, nga dhimbja, bien dakord të flasin. Ata janë të moshuarit e fundit që mbajnë kujtesën e gjallë të asaj që ndodhi vërtet. Dhe ajo që ata tregojnë nuk është historia që na mësuan në shkolla. Tefta Gurakuqi, mbesa e Luiq Gurakuqit, tregon për herë të parë për një bisedë që e dëgjoi fshehurazi kur ishte fëmijë. Ishte fundi i nëntorit. Xhaxhai kishte ardhur në shtëpi për darkë, gjë që nuk e bënte shpesh, sepse punonte natë e ditë. Ai dhe babai im, vëllai i tij, ulën në dhomën e brendshme. Unë isha pas derës duke dëgjuar. Xhaxhai tha, ata po mbledhin para. Shefqet Vërlaci ka shitur 2 çifligje në Durrës dhe ka kthyer gjithçka në ar. Nuk po investon, po përgatitet për luftë. Babai im pyeti, si e di? Dhe Xhaxhai u përgjigj, sepse njerëzit që punojnë në bank janë me ne. Ata shohin transaksionet. Dhe ajo që shohin i trem. Tefta ndalet dhe syt i mbushen me lot që nuk rrjedhin. Babai im i tha, atëherë aratistu. Shko në Itali tani, jo më vonë. Por Xhaxhai tundi kokën. Nëse iki unë, reforma vdes. Dhe nëse reforma vdes, gjithçka ka qenë kollë. Ai zgjodhi të qëndronte. Dhe e pagoj me jetën. Këto nuk janë thjesht kujtime familjare. Këto janë copëza të një mozaiku që, kur bashkohen, zbulojnë një të vërtetë që pushtetarët e kohës nuk donin që populli ta dinte, qeveria e Nolit e dinte se po vinte sulmi. Ata e dinin se bejlerët po financonin një ushtri mercenare. Por ata nuk e dinin se sa shpejt do të ndodhte. Dhe nuk e dinin se sa mizore do të ishte. Hysen Vrioni, ish sekretar në Ministrinë e Brendshme, tregon për raportet që vinin nga kufiri verior. Çdo ditë, agjentët tanë në Shkodër dhe Kukës dërgonin telegrafe.
Lëvizje trupash në anën jugoslave. Artilleri e rënd po pozicionohet afër kufirit. Oficer të huaj po trajnojnë trupa në kampe pranë Pejës. Ne i lexonim këto raporte dhe i çonim te ministri i brendshëm. Por çfarë mund të bënim? Nuk kishim ushtri të mjaftueshme. Nuk kishim armë moderne. Kishim vetëm besimin se lidhja e kombeve do të ndërhynte. Ai që është hidhur. Sa naiv ishim. Lidhja e kombeve nuk bëri asgjë. Britania nuk bëri asgjë. Franca nuk bëri asgjë. Italia shikonte dhe priste. Sepse të gjithë e dinin se qeveria e Nolit nuk do të zgjaste. Dhe të gjithë donin të shihnin se kush do të fitonte që të negocionte me fituesin. Por pyetja që ngre Hysen Vrioni është ajo që na ndjek edhe sot, pse nuk u përgatitën më mirë? Pse nuk mobilizuan popullin? Pse nuk kërkuan ndihmë ushtarake nga vendet që i kishin njohur, si Bashkimi Sovjetik? Përgjigjja, sipas tij, është e dhimbshme në thjeshtësinë e saj. Sepse Noli nuk ishte ushtarak. Ai ishte prift, poet, idealist. Ai besonte se e drejta do të fitonte sepse ishte e drejtë. Ai nuk e kuptoi se në politik, e drejta fiton vetëm nëse ka pushk pas saj. Në pallatin ku shefqet Vërlaci jetonte në Tiranë ekzistonin dhoma që as arkitektët që ndërtuan ndërtesën nuk i dinin. Tunele të ngushtë, të gërmuar në fshehtësi absolute, që lidheshin me rrugë të ndryshme të qytetit. Disa çonin drejt lumit Lana. Të tjerë drejt shtëpive të bejlerëve të tjerë. Një tunel, më i gjati dhe më i fshehtë, çonte drejt një shtëpie në periferi ku ruhen arkivat private të familjes Vërlaci. Kush i ndërtoi këto tunele? Kur? Dhe pse? Riza Dani, një ndërtues i vjetër që punoi në rinovimin e pallatit në vitet e 50, tregon se si zbuloi rastësisht një nga hyrjet. Po hapnim një mur për të instaluar ngrohje qendrore. Prapa murit gjetëm një derë të hekur, të mbyllur me dry. Kur e hapëm, pam shkallë që zbrisnin në errësirë. Inxhinieri ynë ndeshi të zbresim të shohim ku çonin. Por shefi i kantierit, një njeri i vjetër që kishte punuar edhe para luftës, na ndaloi. Ai tha, mbylleni dhe harroni se e keni parë. Ka gjëra që është më mirë të mos dihen. Por Riza nuk e harroi. Vite më vonë, kur regjimi komunist ra dhe arkivat filluan të hapen, ai kërkoi të gjente dokumente për pallatin. Dhe gjeti diçka që e bëri të kuptonte pse ato tunele ishin ndërtuar. Në vitet 20, Vërlaci kishte frikë konstante nga hakmarrja popullore. Ai e dinte se nëse populli ngrihet, ai do të jetë shënjestra e parë. Prandaj, ai ndërtoi rrugë arratisje. Por jo vetëm për veten. Ai ndërtoi edhe dhoma sekrete ku ruante arin, dokumentet, armët. Dhoma që askush përveç tij dhe disa njerëzve të besuar nuk i dinin. Një nga këto dhoma u zbulua rastësisht në vitin 1929, kur pallati u konfiskua nga shteti pas largimit të Vërlacit. Brenda saj, ark të mbushura me moneda ari, letra me vlerë të bankave evropiane dhe diçka që tronditën edhe hetuesit më të ashpër, një listë me emra. Emrat e njerëzve që Vërlaci kishte paguar për të kryer punë të veçanta. Në atë listë ishte edhe emri i Baltion Stambollas, kushëriri i Luiq Gurakuqit, njeriu që do ta vriste atë në barit e Italisë në mars të vitit 1925. Por pse Vërlaci kontrollonte këto tunele çdo natë në ditët e fundit të qeverisë së Nolit? Çfarë po priste? Çfarë po fshihte? Një ishrojtar i pallatit që kërkon të mbetet anonim tregon për një natë të veçantë, natën e 20 dhjetorit të vitit 1924, 4 ditë para se zogu të hynte në Tiranë. Ishte rreth orës 11 e natës. Unë isha në post jashtë portës kryesore. Papritur dëgjova zhurmë nga poshtë, nga ana e tuneleve. Zëra të ulët, hapa. Pastaj, nga dera anësore e pallatit dolën 3 burra. Njërin e njoha, ishte vetë Vërlaci. Të tjerët nuk i kisha parë kurrë. Ata mbajnë çanta të rënda. Hipën në një karrocë që priste dhe ikën pa thënë asnjë fjalë. Çfarë kishte në ato çanta? Ky njeri nuk e di. Por ai beson se e di ku shkuan. Sepse të nesërmen, një burim nga porti i Durrësit më tha se një anije private kishte lundruar natën drejt Italisë. Në anije kishte vetëm 3 pasagjerë dhe shumë bagazh. Askush nuk i kontrolloi. Sepse anija ishte e regjistruar në emër të një kompanie që i përkiste Vërlacit.
apo transferonte Vërlaci pasurinë e tij jashtë vendit para se qeveria e Nolit të mund ta konfiskonte? Apo po dërgonte para për të paguar mercenarët që po mblidheshin në kufirin verior? Ose të dyja? Dokumentet zyrtare nuk japin përgjigje. Por logjika e thjesht e biznesit jep. Vërlaci nuk ishte njeri që linte gjërat në rastësi. Ai e dinte se lufta po vinte. Ai e dinte se qeveria e Nolit do të rrëzohej. Dhe ai po sigurohej që, pavarësisht se çfarë do të ndodhte, pasuria e tij do të ishte e sigurt. Ndërkohë, në zyrat e qeverisë, Luiq Gurakuqi po punonte me dokumente që, nëse do të zbatoheshin, do ta bënin Vërlacin të varfër. Jo të varfër në kuptimin që ne e kuptojmë, ai ende do të kishte më shumë se shumica e shqiptarëve. Por të varfër në kuptimin që ai nuk do të ishte më mbreti i padiskutueshëm i tokës shqiptare. Ai do të ishte thjesht një qytetar i pasur, jo një feudal me pushtet absolut. Dhe për Vërlacin, kjo ishte e papranueshme. Prandaj, ai po përdorte tunelet. Po fshihte arin. Po paguan mercenarët. Po përgatitej për luftën që do ta kthente gjithçka në normalitetin e vjetër, normalitetin ku ai zotëronte gjithçka dhe të tjerët nuk zotëronin asgjë. Familja e Ahmet Zogut nuk foli kur publikisht për atë që ndodhi në muajt e ekzilit të tij në Beograd. Por disa letra private të zbuluara në arkivat familjare dekada më vonë, zbulojnë një të vërtetë që historia zyrtare e ka fshehur me kujdes. Zogu e dinte saktësisht se çfarë po bënte. Ai e dinte se po ftonte një ushtri të huaj për të pushtuar vendin e tij. Dhe ai e dinte se çmimi do të ishte i lartë, jo për të, por për popullin shqiptar. Në një letër drejtuar motrës së tij, Senijes, të datuar 20 nëntor 1924, Zogu shkruan: "Ata më quajnë tradhtar sepse kam kërkuar ndihmë nga Beogradi. Por çfarë tjetër mund të bëja? Noli po shkatëron vendin. Ai po jep tokën fshatarëve që nuk dinë si ta menaxhojnë. Ai po njeh bolshevikët. Ai po e kthen Shqipërinë në një kaos. Unë po kthehem jo për veten, por për të shpëtuar kombin nga vetë shkatërimi." Kjo letër është një dokument i jashtëzakonshëm, sepse tregon se si Zogu e justifikonte veten. Për të, reforma agrare nuk ishte drejtësi sociale, ishte kaos. Për të, njoja e Bashkimit Sovjetik nuk ishte një lëvizje diplomatike, ishte rrezik ekzistencial. Për të, kthimi me një ushtri mercenare nuk ishte tradhti, ishte shpëtimi i kombit. Por çfarë mendonte familja e tij? A e mbështetnin këtë vendim? Një tjetër letër, kësaj here nga motra e tij Senia drejtuar tij, jep një përgjigje që habit: "Vëllai im, unë të kuptoj. Por a e kupton ti se çfarë po bën? Po sjell të huaj për të vrarë shqiptar. Kur kjo të mbaroj, si do të shikosh në pasqyrë? Si do të shpjegosh fëmijëve të tu se pse gjaku i popullit ton u derdh që ti të rikthehesh në pushtet?" Zogu nuk ju përgjigj kësaj letre. Ose nëse ju përgjigj, përgjigjja nuk është gjetur kurrë. Por veprimet e tij flasin më shumë se fjalët. Ai vazhdoi me planin. Ai nënshkroi marrëveshjen me Pashiqin. Ai pranoi trupat jugoslave. Ai pranoi mercenarët rus. Ai pranoi të jap tokë shqiptare në këmbim të pushtetit. Por ka një detaj që historia zyrtare e ka injoruar me kujdes: Zogu nuk ishte i vetmi në familjen e tij që kishte dyshime. Nëna e tij, Sadie Toptani, një grua me ndikim të madh në familje, i tha hapur se ajo nuk e miratonte. Sipas kujtimeve të një shërbëtoreje së vjetër të familjes, Sadie tha: "Djali im po bën një gabim që do ta ndjek për gjithë jetën. Ai mendon se po fiton pushtetin. Por në të vërtetë, po e humb shpirtin." Këto nuk janë thjesht drama familjare. Këto janë dëshmi se edhe brenda familjes së Zogut kishte njerëz që e kuptonin se çfarë po ndodhte. Që e kuptonin se kjo nuk ishte një luftë për legalitet apo stabilitet, ishte një transakcion biznesi ku gjaku i shqiptarëve ishte monedha e shkëmbimit. Por Zogu zgjodhi të injoroj këto zëra. Ai zgjodhi të besoj se qëllimi justifikonte mjetet. Ai zgjodhi të besoj se historia do ta gjykonte si shpëtimtar, jo si tradhtar. A kishte të drejtë? Historia e ka gjykuar tashmë. Por gjykimi varet nga kush e tregon historinë. Për mbështetësit e Zogut, ai ishte njeriu që solli stabilitet pas kaosit. Për kundërshtarët e tij, ai ishte njeriu që vrau reformën agrare dhe e ktheu Shqipërinë në një shtet vazal të Jugosllavisë dhe më vonë të Italisë.
por për fshatarët që humbën jetën në dhjetor të vitit 1924, për gratë që mbetën vejusha, për fëmijët që mbetën jetim, për familjet që humbën gjithçka, Zogu ishte thjesht njeriu që solli mercenarët. Dhe mercenarët nuk pyesnin pyetje. Ata thjesht vrisnin. Në ditët e para të dhjetorit, kur forcat e Zogut filluan të lëvizin nga kufiri verior, fshatarët që jetonin në zonat kufitare filluan të dëgjonin tinguj që nuk i kishin dëgjuar kur më parë. Tingullin e artillerisë së rëndë, tingullin e mitralozëve, tingullin e një ushtrie moderne që po marshonte drejt tyre. Një plak nga fshati Vermosh, që ishte fëmijë në atë kohë, kujton: "Babai im më tha, mblidh çfarë mund të marrësh dhe vrapojmë në mal." Unë pyeta: "Pse?" Ai tha: "Sepse po vinë njerëz që nuk din gjuhën tonë dhe nuk u intereson nëse je fëmijë apo plak. Ata thjesht vrasin." Dhe kështu u bë. Ne ikëm në mal dhe kur u kthyem pas 3 ditësh, fshati ynë ishte djegur. Kush i dogji shtëpitë? Ushtria jugoslave? Mercenarët rus? Apo shqiptarët që luftonin për Zogun? Askush nuk e di. Sepse në luftë përgjegjësia humbet. Të gjithë fajsojnë të tjerët. Dhe të vdekurit nuk mund të dëshmojnë. Por një gjë është e qartë, familja e Zogut e dinte se çfarë po ndodhte. Ata e dinin se çmimi i kthimit të tij ishte gjaku i popullit. Dhe ata zgjodhen të heshtën. Sepse në fund të fundit, çfarë ishte më e rëndësishme, jeta e disa mijëra fshatarëve, apo kthimi i familjes në pushtet? Për Zogun dhe mbështetësit e tij, përgjigjja ishte e qartë. Pushteti ishte gjithçka. Dhe gjithçka tjetër ishte sakrifik e pranueshme. Por për ata që humbën gjithçka, për familjet që ende mbajnë zi për të vdekurit e tyre, kjo sakrifik e pranueshme ishte thjesht një emër tjetër për tragjedi. A mund të kishte qenë ndryshe? A mund të kishte Zogu kthyer në pushtet pa derdhur gjak? Historianët debatojnë. Por faktet flasin qartë, Zogu zgjodhi rrugën më të shpejtë dhe më të gjakshme. Ai zgjodhi mercenarët sepse ata nuk kishin ndërgjegje. Ai zgjodhi jugoslavët sepse ata nuk kishin lidhje emocionale me shqiptarët. Ai zgjodhi dhunën sepse diplomacia do të kishte marrë kohë dhe koha ishte armiku i tij më i madh. Sepse sa më gjatë qëndronte Noli në pushtet, aq më shumë forcohej reforma agrare. Dhe nëse reforma forcohej, bejlerët do të humbisnin gjithçka. Dhe nëse bejlerët humbisnin gjithçka, Zogu do të humbiste mbështetësit e tij kryesor. Prandaj, lufta nuk ishte vetëm e pashmangshme, ishte e domosdoshme. Për Zogun, për bejlerët, për jugoslavët, për rusët. Të gjithë kishin diçka për të fituar nga gjaku i fshatarëve shqiptar. Dhe askush nuk pyeti fshatarët nëse ata donin të vdisnin për këtë. Kur trupat e para të Zogut hynë në Tiranë më 24 dhjetor, qyteti ishte i heshtur si varrezat. Njerëzit mbyllën dyert dhe dritaret. Rrugët u zbrazën. Dhe në pallatin qeveritar, Noli dhe ministrat e tij mblodhën dokumentet e fundit, i dogjën ato që nuk mund të merrnin me vete, dhe u nisën drejt portit të Durrësit. Ata nuk luftuan. Sepse e dinin se lufta ishte e humbur para se të fillonte. Dhe e dinin se gjaku që do të derdhej nuk do të ishte i tyre, do të ishte i atyre që i kishin besuar. Çfarë ndodh me trupin e një njeriu që mban peshën e një kombi mbi shpatulla? Luigi Gurakuqi, në moshën 41 vjeç, dukej sikur kishte 60. Fotografit e tij nga viti 1923, vetëm një vit para se të bëhej ministër, tregojnë një burr me flokë të zinj, me shpinë të drejtë, me sy plot jetë. Fotografit nga dhjetori i vitit 1924 tregojnë një njeri tjetër. Flokët plotësisht të thinjur. Shpina e përkulur. Sytë e thelluar në zgavra, me radh të zinj poshtë tyre. Duart që dridheshin kur nënshkruante dokumente. Ai nuk flinte, thot doktor Petro Marko, mjeku personal i Gurakuqit, në një intervistë të regjistruar në vitin 1960, pak para vdekjes së tij. Unë i thoja, ministër, trupi juaj po shkatërohet. Ju duhet të pushoni. Ai më përgjigjej, doktor, si mund të fle një njeri kur di se çdo orë që humb është një orë më shumë që bejlerët kanë për të organizuar kundër sulmin? Ai merrte pilula për të qëndruar zgjuar. Pinte kafe të fortë çdo 2 orë. Hante një herë në ditë dhe atë me zor. Pesha e tij ra nga 85 kg në 62 kg në vetëm 6 muaj. Por nuk ishte vetëm lodhja fizike.
Ishte diçka më e thellë, një lloj konsumimi të brendshëm që ndodh kur një njeri e di se po lufton një betejë të humbur. Doktor Marko vazhdon, një natë, në fillim të dhjetorit, ai më thiri në zyrë. Ishte ora 3 e mëngjesit. Kur hyra, ai ishte ulur në errësirë, pa ndezur dritën. Unë pyeta, çfarë ndodhi? Ai tha, doktor, a keni parë ndonjëherë një njeri që di saktësisht ditën kur do të vdes? Unë u trembëm. I thash, ju nuk jeni i sëmurë rëndë. Ju jeni vetëm i lodhur. Ai qeshi, një të qeshur të thatë, pa gëzim. Jo, doktor. Unë nuk po flas për sëmundje. Po flas për plumbat. Ky ishte momenti kur doktor Marko e kuptoi se Gurakuqi e dinte. Ai e dinte se bejlerët nuk do të ndaleshin derisa ai të ishte i vdekur. Ai e dinte se reforma agrare nuk mund të mbijetonte pa të. Dhe ai e dinte se koha po mbaronte. Por çfarë e mbante atë në këmbë? Çfarë e detyronte të vazhdonte kur trupi i tij po i thoshte të ndalonte? Përgjigjja gjendet në një letër që Gurakuqi i shkroi bashkëshortes së tij, Olgës, në 15 dhjetor, 9 ditë para se Zogu të hynte në Tiranë. Letra nuk u dërgua kurrë, u gjet në sirtarin e tij pas largimit të qeverisë. Në të, ai shkruan, e dashura ime, nëse po lexon këtë, do të thotë se unë nuk jam më. Dua që të dish se çdo ditë që kam kaluar larg teje dhe fëmijëve ka qenë një vuajtje. Por dua të dish edhe diçka tjetër, nëse nuk e bëja këtë, nëse nuk luftoja deri në fund, si do t'u shpjegoja fëmijëve tanë sepse ata do të jetonin në një vend ku 100 familje zotërojnë gjithçka dhe 1 milion njerëz nuk zotërojnë asgjë? Si do t'u thoja se babai i tyre kishte mundësinë të ndryshonte këtë, por zgjodhi rehatin personal mbi drejtësinë? Kjo letër është një dokument mjekësor aq sa është një dokument politik. Sepse ajo tregon se çfarë i ndodh trupit të një njeriu kur shpirti i tij refuzon të dorëzohet edhe kur mishi po dështon. Gurakuqi po vdiste ngadalë, jo nga sëmundja, por nga pesha e përgjegjësisë që kishte zgjedhur të mbante. Dhe bejlerët e dinin. Ata e shihnin se si po konsumohej. Ata e shihnin se sa i dobët po bëhej. Dhe ata e dinin se nuk kishin nevojë ta vrisnin menjëherë, koha po e bënte punën për ta. Por koha nuk ishte mjaft e shpejtë. Reforma agrare po ecte përpara. Dokumentet po përgatiteshin. Listat po plotësoheshin. Dhe çdo ditë që kalonte, bejlerët ishin një hap më afër humbjes së gjithçkaje. Prandaj, ata vendosën të përshpejtojnë procesin. Jo duke e vrarë Gurakuqin në Shqipëri, kjo do të kishte shkaktuar trazira. Por duke e detyruar atë të largohej në ekzil dhe pastaj duke e eliminuar atje, larg syve të popullit shqiptar. Plani ishte i thjeshtë dhe i egër, rrëzo qeverinë me mercenar. Detyro Gurakuqin të arratisët. Prit derisa ai të mendoj se është i sigurt. Pastaj dërgoj një vrasës, dik që ai e njeh, dik që ai e beson. Dhe kur ai të ulet në një kafene në barit e Italisë duke menduar se ka shpëtuar, vrite atë me një plumb në kokë. Kjo ishte mënyra se si bejlerët mendonin. Jo si politikan, por si biznesmen që eliminonin konkurrencën. Dhe Gurakuqi ishte konkurrenca më e rrezikshme që ata kishin hasur ndonjëherë, sepse ai nuk mund të blihej, nuk mund të friksohej dhe nuk mund të ndalohej me asgjë përveç vdekjes. Prandaj, trupi i tij po shkatërrohej. Prandaj, ai nuk flinte. Prandaj, ai po konsumohej nga brenda. Sepse ai e dinte se çdo ditë mund të ishte e fundit. Dhe ai donte të sigurohej se, edhe nëse vdiste, puna e tij do të mbijetonte. Por a mbijetoi? A ja vlen të vdesësh për një reformë që nuk u zbatua kurrë? A ja vlen të sakrifikosh shëndetin, familjen, jetën, për një ëndër që u shtyp para se të realizohej? Këto janë pyetjet që na ndjekin edhe sot. Sepse Gurakuqi vdiq. Reforma vdiq. Dhe bejlerët fituan. Por a do të thotë kjo se lufta e tij ishte e kotë? Apo do të thotë thjesht se disa luftëra humbasin, por duhet të luftohen gjithsesi? Në arkivat e Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë, në një dhomë të mbyllur që hapet vetëm me leje të veçantë, ruhen dosje që nuk janë lexuar prej dekadash. Dosje me vulë të kuqe. Dosje me shënimin sekret absolut. Dosje që, nëse do të hapeshin plotësisht, do të ndryshonin gjithçka që mendojmë se dim për vitin 1924. Një nga këto dosje mban kodin VZ24 dhjetor. Brenda saj, raporte nga agjentët e fshehtë të qeverisë së Nolit që kishin infiltruar rrethit e bejlerëve.
Raporte që tregojnë se çfarë po planifikoi, kush po e financonte dhe, më e rëndësishmja, kush po e tradhtonte qeverinë nga brenda. Në 20 nëntor 1924, një agent me pseudonimin Shqiponia dërgoi një raport urgjent: kam konfirmuar se 3 anëtar të administratës qeveritare janë në kontakt të rregullt me njerëzit e shefqet Vërlacit. Ata po japin informacione për lëvizjet e trupave tona, për planet tona mbrojtëse dhe për vendodhjen e dokumenteve të reformës agrare. Njëri prej tyre ka qasje direkte te ministri Gurakuqi. Emrat janë në listën e mbyllur. Kërkoj udhëzime urgjente. Kjo listë e mbyllur nuk u gjet kurrë. Ose u shkatërrua. Ose ende fshihet diku në thellësitë e arkivave. Por fakti që ekzistonte tregon diçka tronditse: qeveria e Nolit e dinte se kishte tradhtar në radhët e saj. Dhe nuk bëri asgjë. Pse? Sepse nëse do të fillonte një gjueti shtrigash, do të shkaktonte panik. Do të shkatëronte besimin e brendshëm. Do të tregonte dobësi para armiqve. Prandaj, Noli dhe Gurakuqi zgjodhen të heshtën. Zgjodhen të shpresonin se besnikëria do të fitonte mbi tradhtinë. Zgjodhen të besonin se e drejta do të triumfonte mbi korrupsionin. Por tradhtarët nuk pushuan. Ata vazhduan të dërgonin informacione. Dhe çdo informacion që dërgonin e bënte sulmin e zogut më të suksesshëm. Kush ishin këta tradhtarë? Pse e bën? A ishin të korruptuar me para? A ishin të friksuar për jetën e tyre? Apo thjesht nuk besonin se reforma agrare ishte e drejtë? Një ish në punës i Ministrisë së Brendshme, që kërkon të mbetet anonim edhe sot, tregon për një bisedë që dëgjoi rastësisht në dhjetor të vitit 1924. 2 kolegë të mi po flisnin në korridorin e ministrisë. Njëri tha: Noli po e shkatëron vendin. Ai po u jep tokën njerëzve që nuk dinë si ta punojnë. Kjo do të sjellë uri. Tjetri u përgjigj: por çfarë mund të bëjmë? Dhe i pari tha: ne mund të ndihmojmë ata që dinë si ta drejtojnë vendin. Ata që kanë përvojë. Ata që kanë para. Unë e kuptova menjëherë se për çfarë po flisnin. Por çfarë mund të bëja? Nëse do t'i raportoja, do të më pyesnin: ku janë provat? Dhe unë nuk kisha prova, vetëm fjalë. Kjo është tragjedia e çdo revolucioni. Armiqt më të rrezikshëm nuk janë ata që luftojnë hapur, por ata që buzëqeshin në fytyrën tënde dhe të therin nga pas. Dhe qeveria e Nolit ishte plot me këta njerëz. Por pse? Pse njerëz që punonin për një qeveri reformiste do ta tradhtojnë atë? Përgjigjja është e thjeshtë dhe e dhimbshme, sepse shumica e tyre vinin nga familje të lidhura me bejlerët. Ata vetë nuk ishin bejler, por ishin kushërinj, miq, partner biznesi. Ata kishin interes që sistemi i vjetër të mbijetonte. Sepse nëse bejlerët humbisnin, ata do të humbisnin gjithashtu. Prandaj, ata zgjodhen anën e bejlerëve. Jo sepse besonin se bejlerët ishin të drejtë, por sepse besonin se bejlerët do të fitonin. Dhe në politik, shumë njerëz nuk zgjedhin anën e drejtë, zgjedhin anën fituese. Dhe ata nuk gabuan. Bejlerët fituan. Zogu u kthye. Dhe tradhtarët u shpërblyen. Disa morën poste të larta në qeverinë e re. Disa morën tokë. Disa morën para. Dhe asnjë nuk u ndëshkua kurrë për tradhtinë. Por ka një detaj që historia zyrtare e ka injoruar: jo të gjithë tradhtarët ishin të lumtur me atë që bën. Disa prej tyre, vite më vonë, folën privatisht për pendimin e tyre. Një ish në punës, në një intervistë të regjistruar në vitet e 60, tha: unë mendova se po bëja gjën e duhur. Mendova se po shpëtoja vendin nga kaosi. Por kur pash se çfarë ndodhi pas kthimit të zogut, kur pash se si reforma u shty, se si bejlerët u kthyen në pushtet, se si Gurakuqi u vra, e kuptova se kisha qenë një budalla. Kisha tradhtuar jo vetëm një qeveri, por një shpresë. Ky pendim erdhi shumë vonë. Sepse dëmi ishte bërë. Dokumentet ishin vjedhur. Planet ishin zbuluar. Dhe qeveria e Nolit kishte humbur luftën para se të fillonte, jo sepse nuk kishte mbështetje popullore, por sepse kishte armiq brenda mureve të saj. A mund të kishte fituar nëse nuk do të kishte tradhtar? A mund të kishte mbijetuar reforma agrare nëse informacionet nuk do të ishin rrjedhur te bejlerët? Historianët debatojnë. Por një gjë është e qartë: tradhtia e brendshme ishte një nga arsyet kryesore të dështimit.
Dhe kjo tradhtari nuk u ndëshkua kurrë. Sepse fituesit shkruajnë historinë. Dhe fituesit nuk dënojnë aleatët e tyre. Pas çdo tragjedie, ka një pyetje që duhet bërë: kush përfitoi? Në latinisht, kjo quhet cui bono, për kë është e mirë? Dhe kur e bën këtë pyetje për ngjarjet e dhjetorit 1924, përgjigjja është aq e qartë sa bëhet e frikshme. Shefqet Vërlaci. Ai ishte njeriu që fitoi gjithçka. Para luftës, ai ishte i pasur. Pas luftës, ai u bë edhe më i pasur. Para luftës, ai kishte ndikim. Pas luftës, ai u bë njeriu më i fuqishëm pas zogull. Para luftës, ai kishte frikë se do të humbiste tokat. Pas luftës, jo vetëm që i mbajti tokat, por fitoi edhe më shumë. Si? Sepse qeveria e re e zogut nuk vetëm që nuk zbatoi reformën agrare, ajo i dha bejlerëve edhe tokat që qeveria e Nolit kishte filluar t'i konfiskonte. Ajo i dha bejlerëve edhe tokat shtetërore që duhej t'u ndaheshin fshatarëve. Ajo i dha bejlerëve edhe pushtetin për të vendosur çmimet e grurit, të misrit, të gjithë produkteve bujqësore. Në mars të vitit 1925, vetëm 3 muaj pas kthimit të zogut, Shefqet Vërlaci bleu 5 çifligje të reja. 5. Në një kohë kur fshatarët vdisnin nga uria. Në një kohë kur ekonomia ishte në kolaps. Në një kohë kur vendi ishte ende në kaos pas luftës. Nga i mori parat? Nga i kishte parat për të bler 5 çifligje kur sapo kishte shpenzuar një pasuri për të paguar mercenarët rusë? Përgjigjja gjendet në një dokument të zbuluar në arkivat britanike në vitet e 90. Një raport nga ambasadori britanik në Tiranë, i datuar prill 1925, thot: Zoti Vërlaci ka marrë një kredi të madhe nga Anglo-Persian Oil Company. Kjo kredi është dhënë në këmbim të drejtave për të eksploruar naftën në tokat e tij në Shqipërinë e Mesme. Kjo marrëveshje është bërë me ndërmjetësimin e qeverisë së re të zogull. Kjo është pjesa që historia zyrtare nuk e tregon. Vërlaci nuk vetëm që mori tokat, ai i shiti ato kompanive të huaja për të marrë para. Ai nuk vetëm që mbyti reformën agrare, ai fitoi miliona nga kjo. Por ka më shumë. Në qershor të vitit 1925, Vërlaci u emërua ministër i ekonomisë në qeverinë e zogull. Ministër i ekonomisë. Njeriu që sapo kishte financuar një luftë civile tani kontrollonte ekonominë e vendit. Njeriu që kishte paguar mercenar për të vrarë shqiptar tani vendoste se si do të shpërndaheshin paratë publike. Ironia ishte aq e madhe sa bëhej absurde. Por askush nuk protestoi. Sepse ata që do të protestonin ishin të vdekur në ekzil ose të heshtur nga frika. Dhe Vërlaci nuk ishte i vetmi. Të gjithë bejlerët që financuan luftën morën shpërblime. Disa morën poste qeveritare. Disa morën koncesione për miniera, për pyje, për peshkim. Disa morën thjesht imunitet, askush nuk guxonte t'i prek, pavarësisht se çfarë bënin. Ndërkohë, fshatarët që kishin mbështetur qeverinë e Nolit, ata që kishin besuar se do të merrnin tokë, nuk morën asgjë. Përkundrazi, shumë prej tyre u ndëshkuan. Shtëpitë e tyre u dogjen. Tokat e tyre ju morën. Disa u burgosën. Disa u vranë. Kjo ishte drejtësia e fituesve, shpërblim për aleatët, ndëshkim për armiqt. Dhe populli i thjesht, ai që kishte ëndërruar për një jetë më të mirë, u kthye në skllëvërit e vjetër të bejlerëve. Por historia nuk mbaroi atje. Sepse Vërlaci dhe bejlerët e tjerë nuk ishin të kënaqur vetëm me fitoren. Ata donin të siguroheshin se kjo nuk do të përsëritej kurrë. Prandaj, ata eliminuan çdo zë që mund të kërcënonte sistemin e tyre. Luigi Gurakuqi u vra në mars të vitit 1925. Vrasësi ishte Baltion Stambolla, kushëriri i tij. Por kush e pagoi Stambollan? Dokumentet zyrtare thonë se ishte një ngrindje personale. Por askush nuk beson këtë. Sepse Stambolla, menjëherë pas vrasjes, aratiset në Shqipëri dhe merr një post të lartë në qeverinë e zogull. Ai merr tokë. Ai merr para. Ai merr mbrojtje. Kjo nuk është shpërblim për një ngrindje personale. Kjo është shpërblim për një vrasje me porosi. Dhe kush e dha porosin? Historia zyrtare nuk e thotë. Por logjika e thjesht e cui bono e thotë, ai që përfitoi më shumë nga vdekja e Gurakuqit ishte ai që kishte më shumë për të humbur nga jeta e tij. Dhe ai njeri ishte Shefqet Vërlaci.
Vërlaci nuk e vrau Gurakuqin me duart e tij. Por ai e pagoi vrasësin. Ai e organizoi vrasjen. Ai e siguroi që vrasësi të mos ndëshkojë. Dhe ai fitoi gjithçka nga kjo vrasje. Prandaj, kur pyesim Cui Bono, përgjigjja është e qartë, shefqet Vërlaci ishte kryevilani i kësaj historie. Jo i vetmi, kishte shumë të tjerë. Por ai ishte më i fuqishmi, më i pasuri, më i pamëshirshmi. Dhe ai nuk u ndëshkua kurrë. Ai jetoi një jetë të gjatë dhe të pasur. Ai vdiq në shtrat, i rrethuar nga familja. Ai nuk pa kurrë brenda një burgu. Ai nuk u gjykua kurrë për krimet e tij. Kjo është drejtësia e historisë, ndonjëherë kryevilani fiton. Ndonjëherë ai që derdh më shumë gjak jeton më gjatë se viktimat e tij. Ndonjëherë e drejta nuk triumfon. Por kjo nuk do të thotë se e vërteta duhet të fshihet. Kjo nuk do të thotë se ne duhet të harrojmë. Kjo nuk do të thotë se emri i shefqet Vërlacit duhet të mbetet i pastër në librat e historisë. Sepse sot, pothuajse një shekull më vonë, ne mund të themi atë që bashkëkohësit e tij nuk guxuan, shefqet Vërlaci ishte një kriminal. Ai financoi një luftë që vrau mijëra shqiptar. Ai pagoi mercenar të huaj për të shtypur një reformë që do t'u jepte tokë fshatarëve. Ai organizoi vrasjen e Luiq Gurakuqit. Dhe ai fitoi miliona nga gjaku i popullit të tij. Kjo është e vërteta. Dhe e vërteta, edhe kur vjen vonë, është më e fortë se gënjeshtra. A do të ndëshkohet ndonjëherë? Jo. Ai është i vdekur prej dekadash. Por emri i tij mund të ndëshkohet. Kujtesa e tij mund të ndëshkohet. Dhe pasardhësit e tij, ata që ende përfitojnë nga pasuria që ai grumbulloi me gjak, mund të pyeten, a e dini se si e fitoi gjyshi juaj pasurinë që ju gëzoni sot? Sepse kjo është pyetja që duhet t'u bëhet të gjithë pasardhësve të bejlerëve, a jeni krenar për atë që bën stërgjyshërit tuaj? A mendoni se ata ishin heronj? Apo e pranoni se ata ishin kriminal që sakrifikuan popullin për pasurinë e tyre? Historia pret përgjigjen. 20 dhjetor 1924 filloi si një mëngjes i zakonshëm. Fan Noli u zgjua në orën 6, u lut siç bënte çdo mëngjes dhe zbriti në zyrën e tij në pallatin qeveritar. Ai nuk e dinte se pas 12 orësh, qeveria e tij do të kishte rënë. Ai nuk e dinte se pas 4 ditësh, ai do të ishte në një anije drejt Italisë, duke parë për herë të fundit Bregdetin shqiptar. Ai nuk e dinte se ëndra e tij, ajo reformë që do t'u jepte tokë fshatarëve, do të vdiste para se të lindte. Por disa njerëz e dinin. Ata që ishin në dhomën e operacioneve të Ahmet Zogut në kufirin verior e dinin. Ata që kishin parë kolonat e trupave jugoslave duke marshuar natën e dinin. Ata që kishin dëgjuar mitralozët rus duke u testuar në fshatra të braktisura e dinin. Dhe ata që kishin marrë monedat e arta nga shefqet Vërlaci për të tradhtuar qeverinë e dinin. Çfarë mendonte Noli atë mëngjes? A kishte shpresë? A besonte ende se lidhja e kombeve do të ndërhynte? A besonte se populli do të ngrihej për ta mbrojtur? Një nga sekretarët e tij, Recep Mitrovica, tregon për një bisedë që pati me Nolin atë mëngjes. Hyra në zyrë për t'i sjellë raportet e natës. Ai po lexonte një telegram nga Gjeneva, nga lidhja e kombeve. Kur mbaroi, e vuri ngadalë mbi tavolinë dhe më shikoi. Fytyra e tij ishte e bardhë si gëlqerja. Ai tha, Recep, ata nuk do të vinë. Ata thonë se kjo është çështje e brendshme shqiptare. Ata thonë se nuk mund të ndërhyjnë. Unë pyeta, çfarë do të bëjmë? Ai u përgjigj, do të luftojmë me atë që kemi. Dhe nëse humbasim, të paktën do të dimë se u përpoqem. Por me çfarë mund të luftonin? Qeveria e Nolit kishte rreth 1500 trupa të armatosur dobët. Zogu kishte mbi 4000 jugoslav, rus dhe shqiptar mercenar. Qeveria e Nolit kishte pushkë të vjetra me gjalm. Zogu kishte artilleri të rënd, mitraloz dhe oficer të trajnuar në luftën e parë botërore. Qeveria e Nolit kishte besimin e fshatarëve. Zogu kishte arin e bejlerëve. Ishte një luftë e humbur para se të fillonte. Por Noli nuk donte ta pranonte. Ai dërgoi trupa në veri për të mbrojtur kufirin. Ai urdhëroi mobilizimin e vullnetarëve. Ai thirri popullin të ngrihej. Por populli ishte i lodhur. Populli kishte parë shumë luftëra. Populli donte paqe, jo gjak të ri.
Dhe kështu, kur trupat e zogut filluan të lëvizin, rezistenca ishte e dobët. Disa fshatra luftuan. Disa trupa qeveritare u përpoqën të mbajnë pozicionet. Por shumica thjesht u tërhoqën. Sepse e dinin se nuk mund të fitonin. Sepse e dinin se po luftonin kundër një force që ishte paguar për të vrarë pa mëshirë. Në 21 dhjetor, linja e parë mbrojtëse ra. Në 22 dhjetor, qyteti i Shkodrës u rrethuar. Në 23 dhjetor, Durrësi u braktis nga trupat qeveritare. Dhe në 24 dhjetor, Tirana ra pa asnjë plumë të shtënë, sepse qeveria kishte ikur natën e mëparshme. A mund të kishte qenë ndryshe? A mund të kishte Noli organizuar një mbrojtje më të mirë? A mund të kishte ai mobilizuar popullin më herët? Historianët thonë po. Por ata nuk ishin atje. Ata nuk e ndjen peshën e vendimeve që duhej të merreshin në çaste. Ata nuk e pan frikën në sytë e njerëzve që dinin se po vinte një ushtrim mercenare. Ata nuk e kuptuan se ndonjëherë, edhe kur di se po humb, duhet të vazhdosh, sepse dorëzimi pa luftuar është më i keq se humbja. Dhe Noli nuk u dorëzua pa luftuar. Ai luftoi me atë që kishte. Ai luftoi derisa e kuptoi se çdo orë shtesë do të thoshte më shumë gjak të derdhur. Ai luftoi derisa e kuptoi se populli nuk po ngrihej, jo sepse nuk e mbështeste, por sepse ishte i frikësuar. Dhe kështu, në mbrëmjen e 23 dhjetorit, Noli mblodhi kabinetit e tij për herë të fundit. Ata vendosën të largohen. Jo sepse ishin frikacak, por sepse e dinin se nëse qëndronin do të vriteshin dhe vdekja e tyre nuk do të shpëtonte reformën. Ajo tashmë ishte e vdekur. Luigi Gurakuqi ishte në atë mbledhje. Ai ishte ai që foli i fundit. Ai tha, ne po largohemi, por puna jon nuk vdes. Dokumentet janë të fshehura. Të vërtetat janë të shkruara. Dhe një ditë, kur ky vend do të jetë i lirë, dikush do t'i gjejë ato dokumente dhe do të kuptoj se ne nuk ishim tradhtar, ishim njerëz që u përpoqëm të bënim të drejtën. Ato ishin fjalët e fundit që ai tha në Shqipëri. Pas 4 muajsh, ai do të ishte i vdekur, i vrarë në një kafene në Bari, me një plumb në kokë, nga një njeri që ai e besonte. Por atë natë, ai ende kishte shpresë. Ai ende besonte se e vërteta do të dilte në dritë. Ai ende besonte se sakrifica e tyre nuk do të ishte e kollë. A kishte të drejtë? Në 24 dhjetor 1924, ora 8 e mëngjesit, Ahmet Zogu hyri në Tiranë. Rrugët ishin bosh. Dyert dhe dritaret e mbyllura. Askush nuk doli për ta përshëndetur. Askush nuk briti rroft. Qyteti ishte i heshtur si një varrezë. Zogu marshoi drejt pallatit qeveritar me trupat e tij, jugoslav të veshur me rroba shqiptare, rus me fytyra të ftohta dhe shqiptar mercenar që shikonin rreth e rrotull me sy të egër. Kur arriti në pallat, ai hyri në zyrën që kishte qenë e Nolit. Tavani ishte bosh. Sirtarët të hapur dhe të zbrazët. Muret të zhveshur nga çdo dokument. Por në mes të dhomës, mbi tavolinë, ndodhej një letër. Një letër e shkruar me dorë, pa firmë. Në të shkruhej, ju fituat pushtetin. Por a fituat nderin? Ju kthyet me të huaj për të vrarë shqiptar. A do të mund të flini natën duke ditur këtë? Historia do t'ju gjykojë. Dhe gjykimi do të jetë i ashpër. Zogu e lexoi letrën, pastaj e grisi dhe e hodhi në zjarr. Ai nuk tha asnjë fjalë. Por ata që ishin pranë tij thanë se fytyra e tij u bë zbet për një moment. Vetëm për një moment. Pastaj, ai u kthye dhe filloi të jepte urdhra. Urdhri i parë, gjeni dokumentet e reformës agrare dhe digjini. Urdhri i dytë, arrestoni çdo njeri që ka punuar në Ministrinë e Financave në Gurakuqin. Urdhri i tretë, shpallni amnisti për të gjithë ata që dorëzohen, përveç udhëheqësve. Këto urdhra tregojnë se çfarë kishte frikë Zogu. Jo nga Noli, ai kishte ikur. Jo nga populli, ai ishte i heshtur. Por nga dokumentet. Nga provat. Nga e vërteta e shkruar që mund të zbulonte se çfarë kishte ndodhur vërtet. Dhe kështu filloi gjuetia. Trupat e Zogut hynë në çdo zyrë qeveritare. Çdo arkiv. Çdo bibliotek. Çdo shtëpi private ku mund të ishin fshehur dokumente. Ata kërkuan me urrejtje. Dhe çdo dokument që gjenin, çdo plan, çdo listë, çdo hartë kadastrale, digjej menjëherë. Por jo të gjitha u gjetën.
Disa njerëz të guximshëm i fshenin në mure, në dysheme, në varre. Disa i varrosnin në kopshte. Disa i dërgonin jashtë vendit me njerëz të besuar. Dhe disa prej këtyre dokumenteve mbijetuan. Ato janë ato që sot na tregojnë se çfarë ndodhi vërtet. Por shumica u shkatëruan. Dhe me to u shkatërua edhe shpresa e fshatarëve. Sepse pa dokumente nuk kishte provë. Dhe pa provë nuk kishte drejtësi. Ndërkohë, në barit e Italisë, Luigi Guracucci jetonte në një dhomë të vogël hoteli duke pritur. Ai shkruante letra. Ai takonte njerëz. Ai përpiqej të organizonte rezistencë nga jashtë. Por ai e dinte se koha po mbaronte. Ai e dinte se bejlerët nuk do të pushonin derisa ai të ishte i vdekur. Në shkurt të vitit 1925, ai mori një letër nga një mik i vjetër në Shqipëri. Letra thoshte: mos u kthe. Ata po të presin. Ata kanë dërguar njerëz. Qëndro atje ku je i sigurt. Por Guracucci nuk ndihej i sigurt askund. Ai e dinte se edhe në Itali dora e bejlerëve mund të arrinte. Ai e dinte se parat mund të blejnë çdo gjë, edhe tradhtinë e një kushëriri. Dhe kështu ndodhi. Në mars të vitit 1925, Baltion Stambolla, kushëriri i Guracucit, një njeri që ai e kishte ndihmuar, që ai e kishte besuar, hyri në kafenin ku Guracucci po pinte kafe. Ai u afrua. Ai buzëqeshi. Ai tha: "Xhaxha, sa mirë që të shoh." Dhe pastaj nxori revolverin dhe shtiu. Një plumb në kokë. Guracucci ra menjëherë. Ai vdiq pa e kuptuar se kush e vrau. Vdiq duke menduar se ishte një sulm i rastësishëm. Vdiq pa e ditur se vrasësi ishte dikush që ai e donte. Stambolla u arrestua. Por u lirua pas disa muajsh. Ai u kthye në Shqipëri. Ai mori tokë. Ai mori para. Ai mori mbrojtje. Dhe ai nuk u ndëshkua kurrë. Kjo ishte drejtësia e asaj kohe, vrasësit shpërbleheshin dhe viktimat harroheshin. Por Guracucci nuk u harrua. Jo nga familja e tij. Jo nga ata që e njihnin. Jo nga historia. Sepse emri i tij u bë simbol i njeriut që vdiq për një ide, për një ëndër, për një reformë që nuk u realizua kurrë. Dhe sot, pothuajse një shekull më vonë, ne ende flasim për të. Ne ende pyesim, çfarë do të kishte ndodhur nëse ai do të kishte jetuar? Çfarë do të kishte ndodhur nëse reforma do të kishte kaluar? Çfarë do të kishte ndodhur nëse bejlerët nuk do të kishin fituar? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje. Por ato duhet të bëhen. Sepse historia nuk është vetëm për të kuptuar të kaluarën, është për të mësuar për të ardhmen. Çmimi i pushtetit nuk paguhet vetëm me para. Paguhet me gjakë. Me jetë. Me shpirtra. Dhe në dhjetor të vitit 1924, Shqipëria pagoi një çmim që ende po e ndjejmë sot. Sa njerëz vdiqën në atë luftë? Numrat zyrtar thonë rreth 500. Por këto janë vetëm ata që u numëruan, ushtarët, oficerët, njerëzit e njohur. Fshatarët që u vranë në fshatra të largëta nuk u numëruan kurrë. Gratë dhe fëmijët që vdiqën nga uria dhe sëmundja pas luftës nuk u numëruan kurrë. Njerëzit që u ekzekutuan në heshtje nga regjimi i ri nuk u numëruan kurrë. Disa historianë thonë se numri real është më afër 2000. Të tjerë thonë 3000. Të tjerët thonë se nuk do ta dim kurrë, sepse shumë vdekje nuk u regjistruan, shumë trupa nuk u gjetën, shumë familje heshnin nga frika. Por numrat janë vetëm numra. Pas çdo numri është një jetë. Një familje. Një ëndër e prishur. Një ardhme e vrarë. Një grua e vjetër nga Shkodra, Dila Kola, tregon për babajnë e saj që vdiq në atë luftë. Ai ishte fshatar i thjeshtë. Nuk kishte asnjë interes politik. Por kur dëgjoi se po vinte një reformë që do t'i jepte tokë, ai u bashkua me trupat e Nolit. Ai mendonte se po luftonte për familjen e tij. Ai mendonte se po luftonte që unë dhe vëllezërit e mi të kishim një jetë më të mirë. Ai vdiq në 22 dhjetor në një fshat pranë Shkodrës. Trupi i tij nuk u gjet kurrë. Ne nuk e dinim ku ishte varrosur. Ne nuk kishim asnjë varr ku të shkojmë për të qarë. Kjo është tragjedia e luftërave civile, nuk ka fitues të vërtetë. Edhe ata që fitojnë humbasin diçka, nderin, shpirtin, paqen e brendshme. Dhe ata që humbasin gjithçka.
por për bejlerët kjo nuk ishte tragjedi. Ishte investim. Ata investuan arin e tyre në mercenar. Dhe ata morën kthim, tokat e tyre u ruajtën, pushteti i tyre u forcua, pasuria e tyre u shumë fishua. A ja vlente? Për ta, po. Sepse ata nuk mendonin si njerëz, mendonin si biznesmen. Dhe në biznes, çdo investim që jep fitim është investim i mirë. Por për popullin, çmimi ishte i pamatshëm. Sepse ajo luftë nuk vrau vetëm njerëz, vrau edhe shpresën. Vrau besimin se ndryshimi ishte i mundur. Vrau idenë se populli mund të fitonte kundër elitës. Dhe kjo vdekje e shpresës ishte më e keqja. Sepse njerëzit mund të mbjetojnë pa bukë. Mund të mbjetojnë pa shtëpi. Por nuk mund të mbjetojnë pa shpresë. Dhe kështu, për dekada pas asaj lufte, populli shqiptar jetoi pa shpresë. Jetoi duke ditur se sistemi nuk mund të ndryshojë. Jetoi duke ditur se bejlerët do të fitonin gjithmonë. Jetoi duke ditur se drejtësia ishte një fjalë e zbrazë. Duheshin dekada dhe një luftë tjetër, edhe më e tmerrshme, që të ndryshonte kjo. Por kjo është një histori tjetër. Historia jonë mbaron këtu. Në dhjetor të vitit 1924, kur një reform vdiq para se të lindte, kur një qeveri ra para se të forcoj, kur një shpresë u shty para se të realizoj, dhe kur një njeri, Luigi Gurakuqi, zgjodhi të vdes për një ide se sa të jetoj pa të. A ja vlente? Kjo është pyetja që secili prej nesh duhet ta bëjë. Sepse përgjigjja varet nga vlerat tona. Nëse besojmë se jeta është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër, atëherë jo, nuk ja vlente. Por nëse besojmë se ka ide për të cilat ja vlen të vdesësh, atëherë po, ja vlente. Gurakuqi besonte se ja vlente. Ai besonte se reforma agrare ishte më e rëndësishme se jeta e tij. Ai besonte se drejtësia ishte më e rëndësishme se siguria e tij. Ai besonte se ardhmja e Shqipërisë ishte më e rëndësishme se ardhmja e tij personale. Dhe për këtë besim, ai pagoi me jetën. A e ndryshoi diçka vdekja e tij? Jo menjëherë. Reforma nuk u realizua. Bejlerët fituan. Sistemi vazhdoi. Por në një kuptim më të thellë, po. Sepse emri i tij u bë simbol. Historia e tij u bë mësim. Sakrifica e tij u bë frymëzim për brezat e ardhshëm. Dhe kjo, ndoshta, është fitoria e vetme e mundshme kur lufton kundër një sistemi kaq të fuqishëm, të mos fitosh betejën, por të fitosh kujtesën. Të mos ndryshosh të tashmen, por të frymëzosh të ardhmen. Çfarë ndodhi me ata që mbjetuan? Fan Noli jetoi në ekzil për 23 vjet. Ai shkroi, predikoi, mësoi. Ai nuk u kthye kurrë në Shqipëri. Ai vdiq në Boston të Amerikës në vitin 1948, duke ëndërruar ende për vendin që kishte humbur. Ahmet Zogu u bë mbret në vitin 1928. Ai sundoi derisa Italia e pushtoi Shqipërinë në vitin 1939. Ai iku në ekzil, ashtu si kishte ikur Noli. Ai vdiq në Francë në vitin 1963, pa u kthyer kurrë. Shefqet Vërlaci u bë njeriu më i fuqishëm në Shqipëri pas Zogut. Ai bashkëpunoi me italianët gjatë pushtimit. Ai iku në vitin 1944 kur komunistët morën pushtetin. Ai vdiq në Turqi, i pasur dhe i mbrojtur. Baltion Stambolla, vrasi i Gurakuqit, jetoi një jetë të qetë në Shqipëri. Ai nuk u ndëshkua kurrë. Ai vdiq në shtrat, në pleqëri, i rrethuar nga familja. Dhe fshatarët? Ata që kishin ndërruar për tokë? Ata vazhduan të punonin tokat e bejlerëve. Vazhduan të jetonin në varfëri. Vazhduan të prisnin për një reformë që nuk erdhi kurrë, derisa erdhi me forcë, me dhunë, me një revolucion tjetër që solli drejtësinë e vet të çoroditur. Por pyetja që mbetet, pyetja që historia nuk mund ta përgjigjet, është kjo: kush ishte vërtet pas gjithçkaje? Kush e planifikoi me të vërtet rrëzimin e qeverisë së Nolit? A ishte vetëm Shefqet Vërlaci? Apo kishte të tjerë, më të fuqishëm, më të fshehur, që luanin lojën e tyre? Dokumentet që mbjetuan tregojnë diçka shqetësuese. Në prill të vitit 1925, vetëm një muaj pas vrasjes së Gurakuqit, qeveria e Zogut nënshkroi një marrëveshje me Anglo-Persian Oil Company. Shqipëria u dha koncesionin e naftës për 20 vjet.
kompania britanike fitoi të drejtën të eksploronte dhe të shfrytëzonte të gjitha rezervat e naftës në vend. Kjo marrëveshje ishte ajo që qeveria e Nolit kishte refuzuar. Kjo marrëveshje ishte arsyeja pse Britania nuk ndërhyri për ta mbrojtur Nolin. Kjo marrëveshje ishte shpërblimi që Zogu dhe bejlerët i dhanë mbështetësve të tyre të fshehtë perëndimor. Pra, kush vrau reformën agrare? Bejlerët shqiptar? Jugoslavët? Rusët e bardhë? Apo kompanitë e naftës britanike që donin të kontrollonin burimet e Shqipërisë? Përgjigjja është të gjithë. Ishte një komplot i shumë fish ku secili kishte interesin e vet. Bejlerët donin tokat. Jugoslavët donin territorin. Rusët donin paratë. Britanikët donin naftën. Dhe Zogu donte pushtetin. Dhe të gjithë fituan. Përveç popullit. Por historia nuk mbaron këtu. Sepse e vërteta ende fshihet. Arkivat britanike për atë periudhë ende janë të klasifikuara. Arkivat jugoslave u shkatëruan gjatë luftërave të Jugosllavisë. Arkivat shqiptare u pastruan nga regjimi komunist. Dhe dëshmitarët e fundit po vdesin. Pra, pyetja mbetet, a do ta dim ndonjëherë të vërtetën e plotë? A do të hapen ndonjëherë ato arkiva? A do të gjenden ndonjëherë ato dokumente që u fshenin në mure dhe u varrosën në kopshte? Apo e vërteta do të mbetet e varrosur përgjithmonë bashkë me ata që vdiqën për të? Kjo është pyetja që ju lë me ju. Sepse historia nuk është vetëm për të kaluarën. Është për të tashmen. Është për të ardhmen. Është për të kuptuar se si pushteti funksionon. Se si elitat mbrojnë interesat e tyre. Se si populli tradhohet nga ata që pretendon se e përfaqësojnë. Dhe është për të kuptuar se ndonjëherë e vërteta nuk del në dritë, sepse ata që kanë pushtetin kanë edhe kontrollin mbi historinë. Por kjo nuk do të thotë se ne duhet të ndalojmë së kërkuari. Kjo nuk do të thotë se ne duhet të pranojmë versionin zyrtar. Kjo nuk do të thotë se ne duhet të harrojmë ata që vdiqën për një ide. Sepse nëse i harrojmë, atëherë vdekja e tyre ka qenë vërtet e kollë. Por nëse i kujtojmë, nëse vazhdojmë të pyesim, nëse vazhdojmë të kërkojmë të vërtetën, atëherë ata ende jetojnë. Jo në trupat e tyre, por në kujtesën tonë. Në pyetjet tona. Në luftën tonë për drejtësi. Dhe kjo, ndoshta, është e vetmja ngushëllim që mund të ofrojmë, se edhe pse humbën betejën, ata nuk humbën luftën. Sepse lufta vazhdon. Në çdo brez që pyet. Në çdo njeri që refuzon të pranojë padrejtësinë. Në çdo zë që kërkon të vërtetën. Dhe një ditë, ndoshta jo sot, ndoshta jo nesër, por një ditë e vërteta do të dalë. Arkivat do të hapen. Dokumentet do të gjenden. Dhe bota do të di se çfarë ndodhi vërtet në dhjetor të vitit 1924. Deri atëherë, ne pyesim, kush vrau reformën agrare? Kush pagoi mercenarët? Kush organizoi vrasjen e Gurakuçit? Dhe kush përfitoi më shumë nga gjaku i popullit shqiptar? Përgjigjet janë atje, në ato arkiva të mbyllura, në ato dokumente të fshehura, në ato kujtime të heshtura. Dhe një ditë, dikush do t'i gjejë.